Dy turiste nga Kina, Zoe Wang dhe Serena Lee, kanë zgjedhur Ksamilin si destinacionin ku do të festojnë 10 vjetorin e miqësisë së tyre. Të dyja kanë ardhur në Shqipëri për një javë pushime, duke e konsideruar këtë udhëtim si një mënyrë të bukur për të shënuar një dekadë shoqërie dhe kujtimesh të përbashkëta. Gjatë qëndrimit të tyre, Zoe dhe Serena kanë vizituar disa qytete dhe atraksione të Shqipërisë, por Ksamili ka mbetur vendi i tyre i preferuar. Ato shprehen se deti i kristal, peizazhet mbreslënëse dhe atmosfera e qetë e bëjnë këtë destinacion të veçantë. Ne do të qëndrojmë në Shqipëri rreth 7 ditë. Erdhëm këtu nga Kina për pushime dhe për të festuar së bashku 10 vjetorin e shoqërisë tonë. Është hera ime e parë që vizitoj Ksamilin. Mendoj se deti këtu është jashtëzakonisht i bukur. Ne kemi vizituar tashmë Prometin, Ksamilin, Gjirokastrën, Tiranën, por deri tani Ksamili është vendi më i preferuar, sepse deti këtu është vërtet i mrekullueshëm. Ne e duam shumë detin, sepse jetojmë në një qytet të brendshëm, larg Bregdetit. Prandaj donim shumë që të vinim këtu për të parë nga afër. Qyteti këtu është shumë i bukur dhe banorët janë mikpritës. Kemi ardhur në Ksamil për pushime së bashku. Këtë vit bëhen 10 vjet që unë dhe mikja ime njihemi. 10 vjet miqësi, deti, peizazhet dhe natyra na tërheqin shumë. Prandaj mendojmë se Shqipëria është një vend të mjaft interesant. Edhe kultura, traditat dhe mënyra jetesës na duken tepër të veçanta dhe interesante. Përveç natyrës, dy miqet kanë mbetur të impresionuara edhe nga mikpritja e banorëve vendas. Si vizitore për herë të parë në Shqipëri, ato tregojnë se shpesh kanë kërkuar ndihmë për orientim apo informacione, ndërsa qytetarët vendas janë treguar të gatshëm dhe shumë miqësor. Njerëzit në Ksamil janë shumë mikpritës. Ata na kanë ndihmuar shumë sepse ne jemi të huaj dhe ka pasur vende apo situata që nuk i kuptonim. Ata gjithmonë na kanë ndihmuar me shumë dëshirë. Nëse do të kemi mundësi, me siguri që do të bëjmë përsëri, sepse kam përshtypjen se Shqipëria ka shumë vende interesante për t'u vizituar dhe për t'u zbuluar. Meqense është hera e parë që vim këtu, nuk i njohim rrugët dhe zonat përreth, por kur kemi pyetur banorët vendas dhe disa miq këtu, ata kanë qenë gjithmonë shumë të gatshëm dhe të sjellshëm për të na ndihmuar. Zoe Wang dhe Serena Lee shprehen se do të dëshironin të riktheheshin në Shqipëri në të ardhmen, pasi besojnë se vendi ka ende shumë vende interesante për t'u zbuluar.